për së drejtin ekranin e televizionit Klan, pikërisht në puntatën e 5 të javës së universiteteve. Kemi ndjekur 4 universitete deri më sot dhe jemi pikërisht pra në këtë të premte për të njohur me të 5-in. Ai është Universiteti Akademia e Biznesit. Përpara se të prezantojmë panelin e sotëm, ne sigurisht që kemi përgatitur një insert prezantues për të njohur me këtë universitet të 5 në javën e universiteteve që kemi përgatitur si vjet, pikërisht me rastin e fillimit të vitit të ri akademik ditën e hënë. E ndjekim dhe kthehemi në studio. Me qëllimin për të njohur nga të gjithë, si një universitet të ndryshe, me personel akademik të veçantë dhe me studentë që kanë një ëndër konkrete, të bëhen të suksesshëm. Është Universiteti Akademia e Biznesit që ofron studime në fushën e ekonomisë dhe atë të drejtësisë. Nëpër auditorit e tij dallon entuziazmin e studentëve, profesionalizmin e personelit akademik dhe ambientet e pajisura me gjithë bazën materiale të duhur. Tashmë ju jeni pjesë e misionit tonë. Tashmë ju njihni objektivat, misionet dhe vizionet të institucionit dhe ne jemi nderuar të kënaqur dhe mësojmë që kemi studentë si ju. Mënyra e organizimit dhe menaxhimit të programeve, jetesës universitare, konferencave shkencore, lidhjeve me komunitetin e botën akademike, e mbi të gjitha, vënia e studentit në qendër të vëmendjes, të gjithë në fokusin e lidhjes sa më të ngushtë të rinjve me studime dhe optimizmin për perspektivën e tyre. Universiteti Akademia e Biznesit afron programe studimi moderne në përputhje me kërkesat e tregut të punës në vendin tonë. Me këtë profil që ka filluar dhe po funksionon ky universitet, është drejt për së drejti në interes të zhvillimit të ekonomisë të vendit tonë, por jo vetëm, sepse kjo shkollë përgatit specialistë që vërtet janë në nevojë nga ky biznes. Në këtë universitet, mënyra e zhvillimit të procesit mësimor, procedurat e kontrollit të dijes dhe këshillimi i studentëve ndërthuren me kërkimin shkencor që ka si qëllim realizimin e një eksperience akademike unike në vend, që nuk përjashton asnjë element domethënës të universiteteve evropiane dhe ato amerikane. Duke filluar nga stafi akademik. Ky staf përbëhet është 50-60 pedagog të jashtëm dhe brendshëm, nga të cilët rreth 30 prej tyre janë me titull dhe grada shkencore. Sepse pedagogët e tillë jo vetëm që janë të armatosur nga ana aftësisë personale, por në të njëjtën kohë ata ua kristalizojnë, ua konsolidojnë më tepër studentëve në trurin e tyre, sepse i lidhen nga jeta praktike. Mbi këtë, këta të rinj kanë ngritur ëndrat e tyre, sepse për ta, suksesi nis këtu, në Universitetin Akademia e Biznesit. Kjo ishte një panorame përgjithshme Universitetit Akademia e Biznesit dhe unë do të prezantoj me njëherë stafin përfaqësues të stafit akademik në fakt të Universitetit Akademia e Biznesit. Do ta nis me doktor Ylber Bezon, themelues dhe pedagog. Mirë se erdhët, profesor Ylberi, sepse keni qenë edhe profesori im kur studioja në fakultet për ekonomi. Është kënaqësi që ju kam këtu. Dhe urime për këtë universitet, kjo do kemi shumë të mësojmë. Një pyetje në fakt fillimisht sepse tham që është i profilizuar në ekonomi dhe drejtësi, që janë dy profile jetike sot apo jo. Nuk bëjmë dot pa to. Rudina, ne edhe ndoshta ju e drejtoni me shumë të drejtat pyetjes, sepse ne duam që ta nënvizojmë pikërisht këtë përgjigje, që ne kemi marrë përsipër bashkë me kolegët e mi, bashkëpunëtorët e mi, që në këtë universitet të bëjmë atë që dim të bëjmë ne mirë. Pra mos marrim përsipër të bëjmë gjëra, aktivitete për të cilat në të shumtat e rasteve, siç ka eksperjenca edhe në vendin tonë, nuk e kanë idenë se ku do të dalin as vetë. Pra ne kemi marrë përsipër të funksionojmë, të ndërtojmë këtë Akademinë e Biznesit me 2 fakultete, njëri i fushës së ekonomisë, me ato profile për të cilat ka nevojë biznesi, ka nevojë ekonomia, ka nevojë administrata, dhe me atë të fushës së drejtësisë, e cila degëzon 2 programe kryesor, domethënë drejtësi e përgjithshme, pra formojmë juristë me drejtim përgjithshëm, por ndërkohë ka dhe një specifik, formojmë dhe juristë të biznesit, pra të orientuar nga biznesi. Në këtë optik, po të shikosh, aktivitetet dhe synimet tona
fokusohen pikërisht në fushën e ekonomisë edhe nëpërmjet fakultetit të drejtësisë, pra ne duam të suportojmë, të mbështesim ashtu siç është në jetën reale në fakt, sepse duket sikur për një moment asnjëra nuk bën dot patjetër, ë? Ka një moment kur janë në simbiozë dhe duhet të jenë të tilla. Është e vërtet. Profesori asociuar Palo Kolnika, rektori i Akademisë së Biznesit. Mirë se erdhët. Ka vetëm një vit aktivitet në fakt, Universiteti i Akademisë së Biznesit. Cili është bilanci i vitit të parë? Në kohë shumë të shkurtër, një vit s'është asgjë, por viti akademik i parë i fillimit veprimtarisë ka shënuar suksese shumë të shënuara, mund të thosha atë sfiduese, për dikë që nuk i ka prekur nga afër ato. Nëse se fillojmë me marrjen e licencës nga Këshilli i Ministrave për të zhvilluar veprimtarinë në 2 fakultete, të ekonomisë dhe drejtësisë, në 7 programe studimi, nga të cilat 3 në bachelor, mund t'i përmend ato. Pra sepse është sistemi i Bolonjës që aplikohet, bachelor dhe master më pas. Sistemi 3+2, po. Në bachelor në ekonomi, me 3 profile, financë, kontabilitet, administrim biznesi dhe banka dhe institucionet financiare. Kështu që edhe studentët, pjesëmarrja, domethënë që në vitin e parë që ju jeni hedhur, keni pasur interesin, keni ndjerë interesin me njëherë të studentëve të cilët duan të profilizohen në këto lloj profesionesh. Të citoj fillim që mos presqisim tutje ku janë këto 7 programe dhe pastaj do të flasim se si ka filluar me mbushje të gjithë këtyre programeve. Pra nuk kanë filluar i pari spari dhe pastaj të presim 3 vjet për ta mbyllur ciklin. Por kanë filluar të gjitha programet në të gjithë kurset. Njëkohësisht. Një veçantë shumë e rëndësishme për këtë institucion, Taksimi i lartë në Shqipëri. Pra, në drejtësi janë 2 programe studimi, 2 diploma, në bachelor në drejtësi dhe bachelor në drejt biznesi. Kështu që rezulton pozitiv, le themi bilanci vitit të parë. Dhe shpresojmë që të vazhdoj kështu edhe në vitet në vazhdim. Jo, të shënojmë këto sepse janë shumë të rëndësishme, të cilat të formojnë edhe themelin e kësaj shkolle, por tregojnë se e ka filluar me dëshirë dhe me pasion, jo thjesht për të bërë diçka, por për të bërë më të mirën e mundshme për ekonominë shqiptare. Bazat e forta në fakt të hedhura në fillim garantojnë një sukses shumë të madh në të ardhmen. Dua të vazhdoj edhe me të prezantojmë edhe të ftuarin tjetër, është profesori asociuar Jorgo Dhrami, dekani i Akademisë së Biznesit. Mirë se erdhët. Ndoshta edhe për të vazhduar atë që nisëm me profesor Kolnikaj, çfarë tjetër ka të veçantë Universiteti i Akademisë së Biznesit? Tani unë jam jurist dhe do të flas pak dhe me gjuhën e juristit. Së pari, që të themi ka diçka të veçantë, do kërkoj falje shkollave të tjera të larta që të mos na keq kuptojnë, por e vërteta është kjo që do të them tani. Së pari duhet të kuptojnë që në këtë drejtim ka një bazë ligjore. Nuk është se ne shprehim një dëshirë dhe po e komentojmë këtu përpara juve. Qeveria në përmjet vendimit numër 651, datë 14/9 të vitit kaluar, ka dhënë licencë shkollës në cilën ne punojmë, duke e quajtur e emërtuar Akademia e Biznesit, e cila është e para dhe vetmja deri sot në Shqipëri. Pra, baza ligjore që këtu ka filluar, që kjo shkollë ka shkëputje në krahasim me gjithë shkollat e tjera të larta, që ndodhen pra, është e fokusuar, është e përqendruar. Patjetër. Kjo është e para. E dyta është që licenca ose vendimi i qeverisë nëpërmjet këtij vendimi janë krijuar 2 degë në këtë fakultet juridik, e drejt biznesi dhe drejtësi. Tani shkolla jon ka pika të përbashkëta me gjithë universitetet e tjera, po ka edhe të veçanta. Për atë jemi më të interesuar. E përbashkëta është tradicionalja, po, letë mos e ndim pak a shumë, ato kemi dëgjuar shumë, sa herë që vjen një vit i ri akademik, ato desha të përmendja këtu që tek pikat e përbashkëta është dhe ambienti, po me thënë të vërtetën ambienti në këtë shkollë është si mos më mirë. Një mrekulli e tam në fakt nga imazhet që transmetuan pak më parë. Pra, në ato që janë tradicionale e ka një diçka të veçantë, po ajo që është më e veçantë është këtu. Të gjitha universitetet kanë 36 lëndë të profilit juridik. Kjo shkollë ka 12 lëndë që i përkasin në sferës së biznesit. Pra, ai person që mbaron këtë shkollë, pra Akademinë e Biznesit, Fakultetin Juridik, nuk del vetëm jurist, po del dhe menaxhues biznesi, sepse 12 lëndë janë 1/3 ose 30-33% të gjithë lëndëve të
karakterit të Po, përgjithshëm. letë mos i themi të gjitha profesor, sepse do të flasim gjatë, kemi kohë në dispozicion për t'i thëmë pak nga pak, do të prezentoj dhe të ftuarin tjetër, është zoti Enis Fida, përgjegjës departamenti doktorant. Mirë se erdhët. Gjithashtu doja t'u dija që sistemi është edhe full time dhe part time për studentët. Çfarë ofron, si realizohet ky proces studimi për secilin rast dhe a ndryshojnë diplomat në fund kur merren? Atë realizimi procesit mësimor apo atë studimit domethënë është përputhje me ligjin e arsimit të lartë në fuqi. Prandaj normalisht ciklet tona studimit janë të shpërndarë në dy cikle studimit, cikli i parë studime bachelor me 180 kredite dhe njëkohësisht domethënë cikli i dytë studime master profesional me 90 kredite dhe master shkencor me 120 kredite. Shpërndarja e tyre është përputhje të plotë dhe me udhëzimin 15 të ligjit për arsimin e lartë dhe njëkohësisht ligjin e arsimit të lartë në fuqi. Normalisht gjithçka është ndërtuar dhe duke dhënë mundësi pra një zhvillim të një veprimtarie mësimore sa më adekuate, duke pasur parasysh domethënë dhe diplomat dhe profilet që neve ofrojmë në të dyja fakultetet, pra në dy shtuat kryesore, Fakultetin e Ekonomisë dhe Drejtësisë. Një veçantë tjetër domethënë është pikërisht diploma bachelor në ekonomi, domethënë mund të jemi nga të vetmit në tregun universitar sot në Shqipëri që ofrojmë një diplom bachelor me 3 profile, pra me një program studimi bachelor me 3 profile, ku 2 vitet e para, pra tungu kryesor janë lëndë përbashkëta dhe në fund të vitit tretë, sipas specifikave, 3 diploma profilizohen në 3 detime dhe kjo duke u parë dhe pas një studimi që kemi bërë me tregun e punës dhe kërkesat që ka dinamikat e zhvillimit të ekonomisë Shqipëri dhe njëkohësisht e proceset integruese të vendit që janë pashmangshme. Bukur. Profesor, unë po kuptoj që majoranca është shumë maskullore në stafin tuaj akademik, është e vërtet kjo? Jo, nuk është e vërtet, Rudina, për fakt të mirë, pavarësisht se sot na qellua kështu, si nuk sohet një profesore, një pedagoge. Është shumë rastësor, domethënë fakti që ne sot përfaqësohemi me 4 përfaqësues. Jeni në minoritete, po prandaj ndoshta ju kanë lënë ato të vini këtu. Ju e kuptoni vetë se dy fakultetet tona janë të asaj natyre që natyrisht frekuentojnë dhe synojnë shumë më tepër dhe nga seksi femër. Dhe ne në terma real jemi kështu, studentët tanë në shumicën e tyre dominojnë vajzat, dominojnë gocat, jo... Se dukeni kur ju shikon kështu vetëm zotrinj këtu në panel, si ato universitetet e angleze, këpërësur të rënda, ndoshta pak shumë akademike, ku ndoshta studenti edhe mund të përgatitet realisht shumë seriozisht për të hyrë atyre studimeve dhe për të dalë me sukses, sepse duhet vërtet është një sfidë të marrësh një uri pranë akademisë të biznesit, apo jo? Shumë e vërtet, sepse edhe staf jon akademik, do më thënë në raport e këshu me saktësion, dashi nuk mund të jap në një informacion të sakt, po zushat, profesore, do më thënë janë në shumic, nuk janë në pakic dhe ato, por natyrisht janë nga ata, nga jo kategori stafesh akademike, të cilat si që tha dhe profesor Dhrami, po më hamënde që do të nënvizoj dhe profesor Kolnika, që ata janë në staturë më të mirë të mundshme në kuptimin e kualifikimeve të titujve dhe të gradave shkencore, dhe jo vetëm, do të nënvizoj, Rudina, jo vetëm, sepse ne selektojmë ose rekrutojmë stafet tona akademike, jo kush ka nevoj për punë, jo kush na vjen nga kërkon punë. Bides, me profesor Palok në shpesh bëjmë dhe me doza humori që nuk e marim në punë atë që vjen nga kërkon punë, në thot profesor Paloka. Po do marim në punë nga të gjitha ata që na vinë, kush është mi zoti më i miri për tyre. Sigurisht. E në fakt është që numri profesorëve me tituj, tek juve ishte vërtet shumë i lartë, bënte shumë përshtypje. Po kemi dhe shumicën prej tyre me një eksperiencë të vyer, të jashtëzakonshme në fushën secilit të profesionit vet. Pra, ata që janë financier kanë një aktivitet dhe një performancë akademike dhe praktike të veçantë, ose të shpikatur të themi. Apo ai që është i fushës drejtësisë, gjithashtu, ai që është i drejtësisë të biznesit, i juristit të biznesit, ka eksperienca të çmuara dhe me suksese, me performancë të mirë në fushën e mbrojtjes së interesave të biznesit si jurist, si avokat, apo nuk e di si. E parë në një dritë tjetër, ne fare mirë mund të kuptojmë që një njeri shumë le të themi që ka marrë një uri të plota, ka një përvojë shumë të gjatë, nuk e ka
ka të vështirë për t'u thithur nga tregu i punës, sepse ju profesorët e mirë i kërkoni vetë, nuk është nevoja fare madje që të vinë të kërkojnë ata punë. Kjo e parë tani në brezin tjetër, në atë brez i cili studion ndërkohë pranë Akademisë së Biznesit. Zoti Kolnika, pikërisht në lidhje me tregun e punës, sa janë të përshtatura programet tuaja studimore për studentët, sa janë ata të gatshëm pasi mbarojnë studimet për t'u hedhur menjëherë në tregun e punës? Tregu i punës, si kudo, në ekonominë e tregut lirë ka dy kërkesa. Student me përgatitje të mirë teorike dhe me shpejtësi, me kohë shkurtër për shtatje në biznes. Pra, me rrokjen e detyrës që merr përsipër të kryente. Këto dy momente, shkolla jonë, po ta shikojmë në të gjithë veprimtarinë e saj, i realizon në disa shkallë, në disa hapa. Së janë kurikulat, që unë me plot gojë mund të them që janë bashkohore, mos zgjatem në interpretimin e tyre. Pastaj çdo sillabës i një lëndë përkatëse është i tillë i ndërtuar në nivelin e tij mjaft mirë, dhe pastaj ai që dominon mbi të gjitha është si realizohen këto. Dhe safi që realizojnë këto është mjaft i mirë. Unë kështu e vlerësoj, natyrisht nuk është më mira që mund të kërkojmë, dhe ne po ecim në këtë mes. Nëse duhet përmend si shembull, ne llogarisim cili është niveli i kualifikimit të stafit pedagogjik, pra stafit akademik, që zhvillon mësim, dhe nëse i rendisin me koeficienta nga profesorët asociuar, në doktor docent, në docent master, se kemi dhe docent master, e duke zbritur poshtë. Një temë në program vetëm për të mësuar se sa titull janë të njerëzve vërtet. Duke klasifikuar kështu me numre rëndore, duke i ponderuar orët që ta mbulojnë, na rezulton se nuk i kemi të barabarta në të gjitha kurset, në të gjitha programet. Por ajo që mund të them është se edhe në programin të vitit parë, që në bachelor, e kemi pak më të varfër, nuk e kemi poshtë nivelit master docent të bashkuar së bashkut, që ka të regon pra se ne jemi shumë kërkues në angazhimin e stafit për të bërë mësim. Sepse këtu fillon, bashkë me studenti pastaj, sepse shkolla është interaktive, këtu fillon suksesi i kësaj pune për shkuar në diskutim. Unë dua të flas në këtë moment dhe do të cilëm fakt një insert menjëherë në lidhje me një tjetër mundësi që i ofrohet studentëve të shkëlqyer pranë këtij universiteti. Pikërisht bursat. Ka shumë opsione për ta për të fituar bursa në mënyrë që të mbështeten studentët që kanë aftësira dhe kanë talente, pikërisht pra për të pasur mundësinë që të mund të diplomohen, dhe ne do të mësojmë më tutje rreth gjitha këtyre shanseve që jepen brezit të ri dhe studentëve, maturantëve më saktë që mbarojnë si vjet, të cilët duan të nisin të profilizohen në drejtësi apo në biznes, pikërisht pranë Universitetit Akademia e Biznesit. Ndjekim këtë insert dhe kthehemi në studio. Një notë e mirë nuk nderon vetëm atë që e merr, por nderon dhe atë që e jep. Nderon atë që të pranon për të pasur pranë. Dhe Akademia e Biznesit i ka dhënë nxënësve me mesatare të mirë një prioritet të veçantë. Ajo ofron atyre bursa, duke pasur dhe një pikë të fortë për thithjen e studentëve cilësor. Me mesatare mbi 8.5, çdo student mund vi tek ne pas një detyrim financiar dhe ndjek studimet normalisht gjatë gjithë viteve të ciklit mësimor. Kushti nga ne është vënë që nëse është përcaktuar 8.5 e sipër mesatarja për të fituar bursën, nëse në fund të vitit parë nuk e arritur të mbash 8.5-ën, nëse bie poshtë kësaj mesatare, ai duhet të nënshtrohet pagesave si studentët e tjerë. Të njëjtën gjë afrojmë dhe për grupin e dytë, për ata që janë me mesatare jo mbi 8.5, po nga 7.5 deri në 8.4. Atyre ofrojmë gjysmë burse. Dhe skema është e njëjtë. Në ambientet e këtij universiteti takuam shumë studentë të vitit të parë, të cilët kishin përfituar bursa dhe vazhdonin të studionin për të kapur maksimumin e krediteve që Akademia e Biznesit të mundsonte bursa sërish këtë vit sëri akademik. Njëra prej tyre është Eriola Reçi, një studente e shkëlqyer që premton shumë. Në momentin që mu komunikuaj që do të isha një prej studentëve me bursë të këtij universiteti, unë ndjeva shumë e kënaqur dhe ishte një kënaqësi jo vetëm për mua, por edhe për familjen time. Është privilegj, është mundësi që rrallë herë të jepet të studiosh në një universitet privat edhe me të drejtë bursë të plotë. Megjithatë, ajo nuk është e vetmja. Sipas rektorit Palok Kolnikaj, vitin e shkuar akademik, plot 18 student kanë përfituar bursa të plota dhe secili prej tyre ka arritur mesataren maksimale për të fituar dhe pagesën e vitit të dytë, e cila automatikisht do të mbulohet nga universiteti. Për stafin pedagogjik, kjo është një arritje, është një sukses, kjo i nderon dhe ata.
Profesor Ilberi, ishte vërtet lajm i jashtëzakonshëm besoj unë për çdo student, për çdo maturant që kërkon të nisë universitetin si vjet, që nëse mesatarja është mbi 8.5 ose 8.5 e lartë, nuk është nevoja të paguaj asgjë pranë universitetit tuaj. Kjo është shumë e vërtet. Dhe një pikë shumë e forte e juaj, me thënë të drejtën. Naturisht, ne duam ta konsiderojmë dhe do investojmë. Këto konsiderojnë investimet tonat për të në pritshmëri në afat mesme dhe afat gjatë Universiteti Akademia e Biznesit të jetë pozicionuar në vendin që i takon në tregun e arsimit lartë, të shkollave të larta në Shqipëri. Do të thotë që ne nuk punojmë sot për sot, ose sot dhe në fund vitit të shikojmë që përfitime kishim nga kjo iniciativë. Iniciativa jonë edhe në sloganet dhe në materialet publicitare që kemi shpërndar, thuhet që ne do të jemi një universitet ndryshe. Ndryshe, mund të përdorim fjalën ndryshe të gjithë shkollat e lartë. Por që të bësh ndryshe, duhet të veprosh një, duhet ta konceptosh dhe të realizosh këtë, si e mendon. Ne kemi marrë këtë iniciativë që në Universitetin Akademia e Biznesit të mund të vinë për të bërë një shkollë me emër dhe për të patur një pozicion lideri, themi, në tregun e arsimit lartë, themi, duhet që të investosh dhe si investohet. Atje investohet vetëm në këtë mënyrë që ne të marrim student të shkëlqyer, të mirë, me notat larta, që të mos jenë ata kontingjent vetëm i shkollave publike, por të afrohen dhe atje, sepse dhe atje mund të marrin shërbimin, si në shkollat e larta publike, pse jo dhe më mirë. Sepse kushtet, si tham, mundësit, pedagogët, stafet, të gjitha mundësit janë për të marrë dhe më mirë. Atëherë, në çdo klas apo grup mësimor, ne kemi nga 8 deri në 10 student me notat të larta mesatare nga shkolla e mesme, me të cilët çdo pedagog që unë ftoj për dëm mësim në këtë universitet, ai vjen me qef, vjen me pasion, sepse realizon veten kur jep leksionin e vet, sepse ka një grup, një kontingjent, domethënë që të lexojnë si në kohën tuaj, të lexon pa hapur gojën se çfarë do thotë profesori. Vetë pedagogu ndjet i realizuar për atë që jep. Vetë pedagogu ka impenjimin më të madh sepse e di që në klasë nuk ka një klasë me një nivel të themi të rëndom studentësh, po ka me kërkesa, me pretendime. Edhe veç kësaj pasaj, edhe studentët tjerë që janë relativisht më të dobët, ata shkëmbejnë mirë, shumë mirë biles, informacionin me shokët, me shoqet e tyre, dhe realisht ne na ka funksionuar shumë mirë ky skenar, dhe cilësia e studentëve tanë është për të pasur zilin ndoshta nga ata që se njojnë, që se din. Se ne i kemi, domethënë, shqyrëzori këta student, i kemi të mrekull. I kemi për Akademinë e Biznesit. Veç kësaj, doja të nënvizoj që në ofertat tona, jo vetëm tarifa, që ndoshta s'është vendi, po që ne na lodh dhe kjo modestia në fakt, që në një rast njerë që dalim, ndoshta dhe duhet thënë në një gjë që s'përbën modesti, që s'të le t'jesh modest. Pra tarifa jonë në shumë konkuruse, në tre. Nëse jemi ndryshe nga të tjerë, duhet ta nënvizoj. E kemi vetëm 1.500 euro, domethënë, dhe jo me 2.000, 2.500 dhe 3.000, edhe me këto kushte që po flasim, edhe me këta pedagog që po flasim, dhe me diçka tjetër, pra, që prindërit e këtyre studentëve të mos e kenë të pasigurt e curin e fëmijës vet, duke gjykuar se mos ndoshta fëmija vet nuk e ruan dot mesatare në vitin e ardhshëm dhe më humbet të drejtën e bursit se mos duhet paguaj. Jo, edhe këtë kemi zgjidhur. Nëse ke ardhur me mesatare të themi 9.5 ose 9.2 ose 8.5, në fund të vitit të parë, ky student ka detyrimin që të plotësojë jo sa kishte notë mesatare, jo 8.5, po 8. Po të plotësosh vitin në fund të vitit parë, mesataren 8, ti ruan të drejtën të vazhdosh studimet sërish pas një pagesë, pas një detyrim financiar. Jo, ofron realisht një mbështetje shumë e madhe, shumë e gjerë. Psikologjikisht edhe studenti çlirohet nga ngarkesa, po sidomos te familjarët e tij, domethënë i thonë me të drejtë fëmijës që ulu, shtrohu, studio, sepse s'ta ka fajin kush në qoftë se ti humbet bursën. Varet çdo gjë nga ty dhe e ke ti në dorë. Mundësirat që ofrohen në fakt janë të shumta edhe vërtet shumë në favor të studentëve. Po gjithashtu një tjetër pikë e fortë e universitetit janë lidhjet e ndryshme, bashkëpunimet e ndryshme që ju keni krijuar me institucione të tjera arsimore të huaja, ndërkombëtare apo jo? Pikërisht Odina, faleminderit për këtë pyetje. Më ndërtohet vërtet mua, duke qenë se merrem në pjesë, duke pasur parasysh që Akademia e Biznesit kërkon të jetë një institucion
prestigjioz në fushën e arsimit lartë, në përputhje me objektivet dhe misionet e saj kryesore për të shërbyer dhe për të ofruar dije dhe cilësi për edukimin e brezave të rinj, normalisht ka si prioritet në politikat e saj dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Bashkëpunimi ndërkombëtar ndërinstitucional është tashmë një vektor i pashmangshëm, duke pasur parasysh dhe zhvillimet dhe proceset e zhvillimit të vendit në proces integruese, duke pasur parasysh dinamikat e zhvillimit të biznesit dhe specifikat dhe kompleksitetin e këtij biznesi që kërkon gjithmonë një treg më të kualifikuar. Kjo vjen përmes kurrikulave të përditësuara normalisht dhe me dijet më të mira bashkëkohore, pra pikërisht kanë në qendër të saj dhe bashkëpunimi ndërkombëtar. Pikërisht në këtë vit. Aq më tepër që dhe këto profile, ekonomi dhe drejtësia janë tepër të aplikueshme. Janë profilet më të kërkuara edhe në tregun ndërkombëtar. Janë tepër të prekshme. Pikërisht në këtë tim gjatë vitit që kaloi, vitit akademik 2011-2012, ky universitet, strukturat drejtuese ne gjithë bashku kemi bërë një sër takimesh me institucione ndërkombëtare homologe europiane. Këtu mund të përmend Universitetin e Sienës, një universitet shumë prestigjioz në arenën europiane dhe ndërkombëtare, Institutin e Formimit Profesional të Peskarës në Itali dhe njëkohësisht Universitetin e Bolonjës, që është dhe Universiteti e Bolonjës. Pikërisht në funksion të materializimit të këtyre kuadër marrëveshjeve që ne kemi përgatitur dhe kemi diskutuar hapas hapi, por presim të formalizojmë së shpejti dhe duam të jemi serioz, presim të formalizojmë me fillimin e vitit të ri akademik. Pikërisht kemi ftuar pedagog nga profesorët shuar nga Universiteti i Bolonjës, të cilët do të vinë dhe do të mbajnë një modul, do të realizojnë dhe do të materializojnë këtë me planin mësimor që ne zhvillojmë në universitetin tonë. Një tjetër shans shumë i mirë. Ajo çka është më e rëndësishme dua ta theksoj është mobiliteti. Mobiliteti studentëve ne përmendim Bologna përmend për sa i përket transferimit, krediteve, por jo vetëm, por dhe mobiliteti dhe shkërbimit të eksperiencave. Kjo është një pikë tjetër, një çështje e trajtuar me shumë seriozitet nga ne në funksion të këtyre marrëveshjeve, mobilitetin e studentëve tanë, pikërisht në programe exchange, në programe të bashkëpunimit me këto universitete. Njëkohësisht, çka është e rëndësishme është dhe bashkëpunimi për sa i përket stafit akademik. Stafit akademik dhe kjo në funksion në të gjitha planet, në të gjitha nivelet të bashkëpunimit. Në gjitha vizita studimore, guest lecture dhe gjithçka tjetër, domethënë, ne duke parë pra dimensionin ndërkombëtar pra si një institucion zhvillimor shumë dimensional. Absolutisht. Do duhet ta ndërpresim pak bisedën këtu, do të kemi një shkëputje publicitare, do kthehemi më njëherë së bashku. Takimi pas ditës mundësohet nga Eagle Mobile, Giro Farm, ligjet në Nënaile. Jo pra jo, 4.000 minuta super injering që ne mund të flasim bashkë. 4.000? So sa kam? Sigur kishe në SMS të marrë të bërë? SMS? Kam 600 deri në fund të muajit. Se shumë që pas këti? Për nuk në megabajt? Megabajt? Kam 600. Ase arrova, kam 100 minuta kontakt. A ta përdorin në ofertën tënde? Me të tillë paket, të gjithë të kanë zili. 4.000 minuta brenda Super Ring. 600 SMS drejt Eagle. 600 megabajt internet dhe mbi të gjitha 100 minuta kundrejt të gjithë operatorëve. Vetëm 1.000 lekë në muaj. Dërgoj një SMS me tekst 1000 në numrin 55200. Super Ring, si asnjë tjetër. O gjyshit 5-6. O kryetar, do t'i thuash këtij të iki apo jo? Ne këtë qumësh kemi pirë gjithmonë në shtëpi. Po që na duhen këto të pastër rezistuarat? Po ju provojeni një herë. Pastaj vendoseni se cili është qumësh i shtëpisë. Pa thënë po ky unë s'fut gjë në shtëpi. Provoj. Girofan, qumshti i familjes tuaj. Jezi mi pjerizi. Qendra për mjekësi fizikale dhe rehabilitim Ligja në Nënaile në Klokët të Kosovës është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi një sër faktorësh si klima, uji termomineral, peloida, fizioterapit, ushqimi organik, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiu, janë garancë e suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne do të gjeni ngrohtësi në 4 stinët e vitit.
të dobësoheni 10 deri në 15 kg. Pije natyrale energjike, e cila ndihmon organizmin në mënyrë të shëndetshme që të shpërndajë, të shkrijë dhe të heqë kilogramet e tepërta nga trupi ynë. Tashmë është bërë më i fuqishëm dhe më i mirë se kurdoherë, me ambalazhe më të reja dhe më ekskluzive. Medobil, porositni me telefon. Por kjo nuk është e gjitha. Me porositjen e Medobil Extra Slim, do të përfitoni krem kundër rudhave në trup ose krem efektiv anticelulit. Phone sales, dini nga shtëpia. www.diningashtëpia.com. Brunes, sepse ofrojmë gamën më të gjerë të produkteve. Sepse ofrojmë jo vetëm cilësinë, por edhe çmime të mira. Sepse ofrojmë zgjidhje për buxhetin tuaj. Sepse ofrojmë projektim, instalim dhe mobilim të ambientit tuaj. Sepse ofrojmë zgjidhjen e duhur për ju. Sepse jemi në qytetin tuaj. Sepse shtëpia është ëndra jote. Zgjidh Brunes. 7 Days Bake Rolls Original, tani edhe në forma më të vogla. 7 Days Mini Bake Rolls, të pjekur, jo të skuqur, super të shishëm, super krokant. Në 3 shije të mrekullueshme, pizza, barbecue dhe hudra me parmesan. Ere, 7 Days Mini Bake Rolls, për kënaqësi maksimale. Universiteti Polis, hapësirë për mendimin. Pas çdo vakti, ushqimi lënjolla në dhëmbët tuaj. Orbit Professional, tani me një formulë të re me mikrokokriza. Pastron dhëmbët në mënyrë të ndjeshme. Hapi për ty Orbit. Profesor Dhrami, në lidhje me gjatë ciklit universitar, studentëve gjithashtu në Akademinë e Biznesit i ofrohet eksperiencë në institucione të ndryshme publike dhe private. Konkretisht, si realizohet kjo përvojë? Ku realizohet kjo përvojë e tyre? Tani, ne kemi realizuar në këtë mënyrë. Stafin akademik e kemi jo vetëm të aftësuar nga pikpamje profesionale, por janë dhe në punra që lidhen me drejtsinë dhe me biznesin të njëjtën kohë. Ato që lidhen me drejtsinë, kemi pedagogët, janë gjyqtarë, duke filluar nga gjykata kushtetuese deri te gjykata e shkallës parë. Kemi te prokuroria e përgjithshme, te institucioni avokatit i popullit, te Ministria e Financave, te të gjitha ministritë, dhe kemi pedagogë që janë ekspertë të fushave të ndryshme. Dhe praktika bëhet për gjyqësorin te gjykata, për prokurorin te prokuroria, për avokatin te avokati i popullit. Bile tani kemi hapur dhe një për avokatin private dhe noterin, sepse duam që ta bëjmë këtë shkollë të lartë, të japë sa më shumë dituri studentëve, që t'jenë të aftë, të përfaqësojnë denjësisht veten e tyre dhe shkollën që kanë mbaruar. Sepse sfidat e tregut dihet që janë të forta. Konkurenca pranohet, është e pranueshme. Prandaj edhe praktikat kanë këtë karakter, kanë këtë qëllim, që ato që kanë mësuar në anën teorike, t'i shohin edhe në praktikë, t'i preken me dorë, të materializohet ajo që ushtron. Në kohën kur studioja unë, profesor, mbaj mend që kjo në pjesë na ka munguar, edhe ndjenim shumë mungesën e praktikës në universitetin, në fakultetin ekonomikut. Na mungonte vajtja në një biznes, në një kompani private, për të parë se si funksiononte, se si mbaj një kontabiliteti, deg dhe lënë ndërkohë shumë të bukura, por që thjesht mbetën të punuara, të zhvilluara teorikisht tek ne. Më vjen mirë që ka ardhur kjo kohë sot për të gjithë studentët e rinj. Drejt Rudina, sepse edhe ne si pedagog dhe unë në fakultet ekonomik kam një eksperiencë 14 vite, pastaj kalova në sektor privat, dhe natyrisht që kemi identifikuar pikat e dobta të asaj kohe, se studenti ka nevojë në fakt që të verifikoj çfarë ka marrë në formimin e vet dhe si realizohet në terma real, në terma praktik. Ne në Universitetin Akademik Biznesit i kemi vënë vëmendje dhe kujdes të posaçëm fushës të sfidojmë me formim akademik të studentit, me formim dijesh shkencore, moderne, ndërkombëtare, ndoshta jo vetëm lokale, tradicionale, por të lidhura këto me trajnim, me praktik, me realitet. Që gjithmonë formula më e mirë për t'i thithur të gjitha njohurit. Do më thënë, studenti jonë kur dalë në punë, Rudina, nuk ka frikë
të dalë të kërkoj punë, sepse unë jam shumë i sigurt që shumica e studentëve hezitojnë të shkojnë të kërkojnë ballafaqohen me punë. Absolutisht. Dua t'ju ndërpres këtu sepse dua të sjell një tjetër material. Këtë radhë jemi fokusuar tek profili i financë kontabilitetit. Është një nga ato kontabilitetit paktën është një nga ato pozicionet kyçe në kompani që është i domosdoshëm pa kontabilistin një kompani, një biznes nuk bën dot kurrë. Ne kemi përgatitur një insert pikërisht në lidhje me studentët që kanë zgjedhur këtë lloj profili dhe se si është organizuar financë kontabiliteti në Akademinë e Biznesit. E ndjekim. Të organizosh, të mirëmbash, të regjistrosh apo të analizosh aktivitetin ekonomik, do të thotë të bësh art financiar, do të thotë të flasësh gjuhën e biznesit, do të thotë të jesh kontabilist. Dhe në Universitetin Akademia e Biznesit, kontabiliteti, kjo degë e rëndësishme, ka marrë peshën e duhur, është pikërisht këtu ku studion dhe numri më i madh i studentëve. Financë kontabilitet, por dhe programi 2-vjeçar master janë dy profilet kryesore që ofron ky universitet. Përveç studimeve të kartës së Bolonjës, Akademia e Biznesit bën trajnime dhe kualifikime të kandidatëve që i drejtohen provimeve të shtetit për të fituar titullin ekspert kontabël dhe kontabël i miratuar. Nevojat e tregut për profesionistë të kontabilitetit nuk janë të plotësuara. Përkundër zibiles dhe nga eksperiencat dhe kontaktet që kemi, konstatojmë që profesionistët që bëjnë shërbimet e kontabilitetit, të financës, të shërbime fiskale, tatimore, doganore, etj., janë në nevojë për një profilizim, për një specializim më të ngushtë dhe më të thellë të profesionistëve që dalin nga shkolla. Unë i kam dhënë përparësi, jo vetëm fakultetit, po brenda fakultetit kam selektuar dhe ofruar një staf pedagogësh që japin mësim në fushën e kontabilitetit dhe raportimit financiar. Por çfarë do të thotë më konkretisht të punosh si kontabilist, apo çfarë do të thotë ta nisësh dhe ta mbarosh ditën me shifra? Ta fillosh ditën me shifra do të thotë që ta fillosh me një vrap vënë në gjimnastik, jo vetëm trupin, po dhe trurin. Je vlefshme, besoj, jo vetëm për ambientin ku operon, je vlefshme edhe për familjen, edhe për fëmijët, sepse gjithmonë të bësh llogarit do të thotë që të programosh. Financë kontabilitet ishte dega ime më e përzemër. Unë kam zgjedhur këtë degë sepse nesër, kur të marroj këtë universitet, unë mund të punoj në një bankë, në një zyrë kontabiliteti, por ëndra ime është të kem një zyrë kontabiliteti timen. Por dhe pse mund të duket një profesion i vështirë për shumë të rinj, kjo degë përfaqëson ëndrrën e tyre, duke shpresuar se nesër ata do të jenë të aftë të çajnë në botën e biznesit. Një nga degët për të cilat tregu i punës ka gjithmonë nevojë, në mënyrë absolute, në çfarë do lloj kohe që të jetojmë, në çfarë do lloj situate ekonomike, është gjithmonë i domosdoshëm, apo jo? E vërtet. Tashti, Rudina, më fal, kjo është fusha, si thua, ku unë kam eksperiencën time 30 vjeçare, që kur kam qenë student i profesor Kolnikajt, edhe deri sot, domethënë që nuk i jam ndar asnjëherë fushës së kontabilitetit, raportimit financiar gjatë të thjesë time. Dhe si pedagog, dhe si zbatus, dhe si përdorus. Në këtë optikë unë ditë vlerësoj që tregu edhe pse prodhohen kaq shumë të themin nëse do i gjetur fjala prodhim, domethënë studentësh që profilizohen dhe marrin diploma në fushën e financës dhe kontabilitetit, asnjëherë nuk kënaq kërkesat e veta tregu me profesionist cilësor. Që do thotë që një profesionist i mirë i fushës së kontabilitetit në çdo kompani është bara si kur të kesh një skaner shumë të fuqishëm dhe të identifikosh çdo qeliz ku s'funksionon mirë biznesi. Në këtë këndvështrim, unë gjykoj që zgjedhja që kemi bërë duke e fokusuar Akademinë e Biznesit në fushën e financës, kontabilitetit, institucione bankare, pastaj me mbështetjen nga pikpamja juridike
sërish të biznesit, duhet të them me fjalë të tjera që kërthiza, në qoftë se do më lejosh ta përdor, e diplomave tona do të jetë pikërisht fuqia jonë te kontabiliteti. Profesor Elberi, kemi kaluar çdo lloj limiti, po unë nuk mund të ri pa përmendur edhe momentin e kurseve të trajnimit që keni juve për të kontabilistë të diplomuar, ndërkohë jo vetëm pranë universitetit tuaj, po edhe në universitete të tjera, të cilët kërkojnë dhe aspirojnë të marrin titullin e kontablit të miratuar apo ekspertit kontabël. Çfarë ofroni ju për ta? Shkurtimisht në mënyrë koncize, sepse duhet ta mbyllim. Faleminderit. Ne kemi një institut quhet ISAB, Instituti për Studime dhe Aplikime në Biznes, që është në statusin e departamentit pranë Fakultetit Ekonomisë, pranë Universitetit Akademia e Biznesit, që merret me jo vetëm me studentët që edukohen, por dhe mbasi kanë mbaruar shkollën, merret me edukimin gjatë gjithë jetës, që është ajo termi, edukimin e përditësuar të njohurive të profesionistëve mbasi kanë mbaruar shkollën dhe janë në proces. Kush mund të vijë një herë për mbletas për të ndjekur këto kurse? Tu mund të vinë të gjithë profesionistët që kanë mbaruar një diplomë ekonomike dhe që synojnë të bëhen profesionistë të licencuar, që do fitojnë titullin profesional ekspert kontabël i autorizuar ose kontabilist i miratuar. Ne kemi e vetmja jemi si universitet, si shkollë që kemi të drejtën që të organizojmë kurse kualifikimesh për të përgatitur ata për të hyrë në provim. Që vitin e parë, Udina neve patëm 100 kandidat student praktikës që u trajnuan dhe kualifikuan tek ne, u futën në provim dhe nëse mesatarja e gjithë Republikës e atyre që u futën në provim ishte 40% e fituan provimin, studentët ose kandidatët që u trajnuan ke ne ishin 12% më shumë se sa mesatarja e Republikës. Më vjen mirë sepse është një fillim shumë i shkëlqyer, një start i shkëlqyer ky Akademisë së Biznesit. Jemi në fund fare, dua vetëm një urim për t'i bërë studentëve se realisht kemi kaluar çdo lloj limiti. 2 profesorë të nderuar, shkurt nga një urim, ndoshta një urim të përbashkët. Me 3 fjali, më besoni që duhet ta mbyllim më një herë. Urimi do të ishte fare i shkurtër. Ne presim me ditë të marrim akreditimin final, sepse gjithë procedura ka përfunduar. Dhe ky është një start i ri në punën tonë. Ju urojmë edhe ne. Profesor? Në rast se duan të mbushën kokën me dije dhe xhepat. Më pëlqeu shumë kjo shprehje. Pranë Akademisë së Biznesit. Unë thjesht do t'isha pak më proverbial, ne do të bëjmë sot atë që kërkojmë nga ardhmja nesër dhe këta e kanë dorë dhe mund të vinë pranë mjediset tonë. Çdo gjë pranë Akademisë së Biznesit. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu, shumë suksese në këtë vit të ri akademik. Faleminderit edhe juve të dashur miq për këtë pjesë të dytë dhe të parë sigurisht që na ndoqët, ne do të kemi publicitet, do të takojmë pas pak në pjesën e tretë me të tjerë të ftuar. Takimi pas ditës mundësohet nga Eagle Mobile, Giro Farm, ligjet në Nënaile. Çfarë do t'ishte shtëpia juaj? Po të mos kishte 1000 minuta bisedë brenda rrjetit më të madh të telefonisë fikse Al Telekom. Pa haruar atë DSL, 2 megabit për sekond pa limit. Dhe të gjitha të përfshira. Vërtet të gjitha. Për vetëm 2399 lekë. E pra komunikimi nuk ka qenë kur me i lirë në shtëpinë tuaj. Me iFix ju përfitoni ADSL 2 megabit për sekond pa limit. 1000 minuta bisedë brenda rrjetit në çdo orë. Modem plus instalim falas, si dhe TV-sh dhe pajtimi mujor të përfshira në çmim. E gjitha vetëm për 2399 lekë në muaj. Pakete pa rezistueshme. Alp Telekom. O gjyshit 5-6. O kryetar, do t'i thuash këtij të iki apo jo? Ne këtë qumësh kemi pirë gjithmonë në shtëpi. Po që na duhen këto të pastër e rezistuarat? Po ju provojeni një herë. Pastaj vendoseni se cili është qumësh i shtëpisë. Pa thënë po ky unë s'fut gjë në shtëpi. Provoje. Girofan, qumshti i familjes tuaj. Jezi mi pjezi. Qendra për mjekësi fizikale dhe rehabilitim Ligja në Nënaile në Kllokat të Kosovës është më e madhja dhe më moderne në rajon. Kombinimi i njësër faktorësh si klima, ujë termomineral,
Helloida, fizioterapit, ushqimi organik, me një staf shumë profesional mjekësor në mbikëqyrjen e doktor Enver Haxhiu, janë garantë e suksesit në shërimin dhe rehabilitimin e pacientëve. Për më shumë informata, na kontaktoni. Tek ne, do të gjeni ngrohtësi në 4 stinët e vitit. A dëshironi të dobësoheni 10 deri në 15 kg? Pije natyrale energjike, e cila ndihmon organizmin në mënyrë të shëndetshme që të shpërndajë, të shkrijë dhe të heqë kilogramet e tepërta nga trupi ynë. Tashmë është bërë më i fuqishëm dhe më i mirë se kurdoherë, me ambalazhe më të reja dhe më ekskluzive. Medobil, porositni me telefon. Por kjo nuk është e gjitha. Me porositjen e Medobil Extra Slim, do të përfitoni krem kundër rrudhave në trup ose krem efektiv anticelulit. Phone sales, dini nga shtëpia. www.diningashtëpia.com. Jam shpallur maturantja më e mirë e vitit dhe kam zgjedhur për të studiuar universitetin më të mirë. Universiteti Epoka. Kurorëzimi i përvojës 20 vjeçare të kolegjeve turke. Goni, jo, dua portokall. Do baby Boronik. Berti, kush Boronica? Po të sharë kokosi shkon frigorifer dhe merë tropikal. Bolë se u lodha. Tropikal, nëse do ishte më freskët, do ishte ende në pemë. Rezidenca e banimit, Ambasador 3. Rezidenca unike, që ju ofron mundësinë e fundit për të jetuar afër kodrave të liçenit artificial dhe qendrës së Tiranës. Një vend perfekt për të jetuar, larg zhurmave, që ju siguron qetësi dhe që do rrisë cilësinë e jetës suaj. 30 metra larg parkut kombëtar të liçenit artificial, 50 metra larg stadiumit kombëtar Qemal Stafa, 70 metra larg Hotel Sheraton. Mund të jeni telespektator ose banor. Zgjedhja është e juaja. Kënaqësinë të kem në këto momente në panel drejtorin e programacionit të televizionit Klan, Albert Dumani. Mirë se erdhe. I dashur Albert, është kënaqësi sa herë që të kam këtu në studio. Sot do të flasim në fakt për një lajm fillimisht për ta ngacmuar me thashëthemin që kemi dëgjuar, sepse na ka shqetësuar të gjithëve. Bëhet fjalë për një aktor shumë të njohur, aktor turk, i cili është shfaqur në ekranin e televizionit Klan me filmin serial Ezel, është aktori me emrin Kenan Imir Zaliglu, i cili gjithashtu aktualisht është duke u shfaqur në një tjetër personazh, sepse në një tjetër telenovel e cila po shfaqet aktualisht në televizionin Klan. Bert, Ezeli, ne do të thrasim Ezeli sepse është më e thjeshtë dhe kështu e njohin të gjithë, në fakt. Dhe më i njohur, më i famshëm. Dhe më i njohur, është pa diskutim një nga aktorët më të famshëm aktualisht edhe në Turqi, apo jo? Patjetër, është një nga aktorët më të paguar, më të suksesshëm, më të adhuruar. Kohët e fundit është bërë dhe një sondazh, është shpallur si mashkulli më i suksesshëm i vitit dhe më i preferuar qoftë nga femrat, qoftë nga meshkujt. Femrat e dashurojnë, meshkujt do donin që t'i ngjasonin, të ishin si ai. Pra është mashkulli ideal në Turqi, por jo vetëm. 2 ditët e fundit, në fakt është një lloj gossip, thashë them, që ka qarkulluar në Facebook, kryesisht që pretendohet, ose më saktë thashë themi ka qenë që Kenan Imir Zaliglu ose Ezeli ose Mehmeti mund të jetë gay, homoseksual. Megjithatë, gjinin femrore besoj ka shqetësuar, kurse ndoshta një pjesë të asaj mashkullore, të cilët mund ta preferojnë për të arsye mund të gëzuar, pse jo? Nuk është as rasti i parë apo i fundit që ndodh për personazhe të njohur publik, sidomos kur janë kaq të adhuruar, kaq në modë dhe kaq të përfolur në media. Është një lajm i cili ka ngelur në etapat e një thashë themi, nuk u bë dot lajm pra, sepse nuk ka asgjë zyrtare, në media turke, në shtypin e roz turk apo në agjensi turke nuk flitet as pak për këtë lajm. Është një lajm që ka lindur në vendet e Ballkanit, ka qarkulluar nëpër Facebook dhe në 2-3 faqe të vogla informacioni, por që sikurse meqense ma kërkove dhe mbrëm, unë kontaktova dhe me email me producenten ekzekutive dhe ajo tha nuk është i vërtet as pak. Këtu tek ne as se kemi dëgjuar. Kështu që ky është lajm për të gjithë ata që kanë përhapur në Facebook apo kudo në përfaqe webi, që është e konfirmuar zyrtarisht nga producentja ekzekutive e serialeve të tij. Ne Kenanin nuk e pyesim dot personalisht, por gjithsesi mund të bëhet për antireklam, për konkurrencë
s'është e pakonsiderueshme. Jo, s'është e fort, ta mendosh në gjitha ato telenovela turke që janë duke prodhuar aktualisht dhe që janë realisht të mira. Sidomos në ditët e sotme, pikërisht sot jemi e premte të hënën, Ezeli, Mehmeti ose Kenani fillon një serial të ri të vitit 2012 në ATV, pra në kanalin kryesor të Turqisë, Karadajak, kështu që është për momentin po përflitej, thot ajo, për këtë serial të ri që po e presin të gjithë, sepse thonë që Ezeli ose suksesi i tij nuk mund të përsëritet, pra zor se mund ta pranoj, besoj edhe publiku shqiptar, kam dëgjuar shumë, ta shohin në një kostum tjetër. Bëhet fjalë për një serial të ri në vitet 70 ku luan rolin e një personi të famshëm, të një gangsteri shumë të madh. E presim të shohim se si do të eci ky serial, është premtuar që do të jetë një serial akoma dhe më i bukur se Ezeli, megjithatë të shohim. Për momentin ne jemi duke parë në televizionin Klan, në telenovelën Jetë e hidhur. Është një, pra Ezeli u rikthye në Klan me Jetë e hidhur, është një telenovel dhe një serial shumë i dhimbshëm, është një histori dashurie shumë e bukur në fakt, midis, ne shohim edhe imazhet midis Mehmetit edhe Nerminit. Janë dy të rinj thellësisht të dashuruar me njëri tjetrin, banojnë në një lagje periferike të Stambollit, janë të fejuar, ndërkohë që ai punon në një port, Nermini merret në një sallon bukurie, por lind pyetja, a mund të blihet një dashuri, a mund të gënjehet njeriu nga luksi. Kështu Nermini një natë bën gabimin e jetës së saj duke fjetur me atë që e adhuronte, është një personazh Ederi që është një tip playboy shumë i pasur, babai i të cilit është pronari ku punonte vetë Mehmeti. Ata flen një natë bashkë, por ajo nuk ishte e ndërgjegjshme dhe kështu që në këto çaste ose sot për shembull në serinë e 20, episodin e 20, kemi babai i Enderit, domethënë, u tentoi që të vriste Mehmetin, ai ka shpëtuar nga kthetrat e vdekjes dhe tashmë po harton planin se si të marrë hak, të marrë dashurinë që ja kanë marrë, domethënë Nerminin, dhe njëkohësisht ky është Ezeli i transformuar, ka shumë lot në këtë serial, sepse të gjithë e din të vdekur. Ky është episodi që është transmetuar sot, pra Nermini merr vesh që ai ka vdekur, e gjithë familja e tij e din të vdekur. Nermini është ajo me të kuqe që po qan tani, është një nga aktoret shumë të mira, shumë bukuroshe, shumë e talentuar. Janë të gjithë, bëhet fjalë, qoftë Ishani më përpara, pra bëhet fjalë për femra që kanë qenë Miss Turqia, që kanë marrë pjesë, janë ndër modelet më të mira në Turqi. Është një nga serialet që është ama sa të vërteta duke, e kanë këtë telenovela turke, këtë karakteristikë. Janë më afër me mentalitetit tonë. Kemi marrëdhënien, sepse tashmë Nermini fillon një jetë, do të martohet me pasanikun, domethënë me kundërshtarin dhe rivalin e Mehmetit, do të kemi marrëdhënien Nuse Vjehër, shumë aktualisht Nermini është shtatzën, megjithatë ajo do ta humbas këtë fëmijën që ka me Enderin dhe në fund nuk ka shumë fund të hidhur si Ezeli apo si Meneksheh dhe Halili, kemi një fund mbaron më mirë. Më mirë. Të paktën për personazhin kryesor që është Mehmeti mbaron shumë më mirë. Mirë, sepse është një personazh që gjinia femërore e adhuron jashtëmasë, ra në dashuri me të, duke ndjekur Ezelin dhe jam e bindur që ajo vazhdon. Sidomos nga Ezeli. Ne nuk u takuam në fund, sepse Ezeli përfundoi kur takimi pasdites kishte mbyllur sezonin, por gjithsesi ishte, mund të themi dhe kuriozitetin që Ezeli tek seriali Ezel nuk vdiq në fund, siç mund ta kenë. Megjithatë besoj e ka kuptuar edhe publiku që rifillon një jetë e re për të, flitet të xhirohet një sezon i tretë i Ezelit, megjithatë çdo gjë është në pikpyetje sepse kanë vdekur personazhet e tjerë dhe nuk dihet nëse do të mund vazhdoj. Për momentin Mehmeti është tek Jetë e hidhur në televizionin Klan, e cila transmetohet edhe çdo ditë nga e hëna në të premten përpara takimit pasdites në orën 17:15. 17:15, pra të gjitha ato të dashuruarat vazhdojmë ta quajmë Ezeli, po jam e bindur që kjo ndodh në çdo familje, kudo ku takohen ato adhurueset e tij, vazhdojnë ta quajnë Ezelin dhe vazhdojnë ta ndjekin në transmetimet e televizionit. Ishte fenomen televiziv, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën. Prandaj edhe shumë të tjerë thonë që nuk ka si Ezeli. Jetë e hidhur është xhiruar përpara se të është
në 2006-2008, më pas erdhi 2009-2011 e Zeli, tashmë presim se si do t'jetë seriali i treti ti, po kaq i suksesshëm që starton të hënën në Turqi dhe shpresojmë që ndoshta po t'jetë aq i suksesshëm do ta kemi shumë shpejt edhe në Klan. Po na vjen mirë ndërkohë edhe që morë vesh edhe këtë lajmin e Zelit, i cili është thjesht tash e them dhe zyrtarisht është sot i konfirmuar, e kemi pikërisht nga drejtori i programacionit i cili mban kontaktet me kompanitë e produksionit për kur blejmë prodhime të huaja, kështu që është një lajm i sigurt dhe nuk është mbetet thjesht tash e them, na vjen shumë mirë, një lajm shumë i mirë ky. Ndërkohë Berti, unë dua edhe një herë së bashku me që jemi këtu të kujtojmë spektaklin e madh që fillon nesër mbrëma në televizionin Klan, orën 20:30, 100 vjet muzikë apo jo? Në kuadrin e 100 vite shtetë, kështu që nis atmosfera e festës dhe e kësaj pavarësie që kaq shumë po do ta festojmë kështu nesër në një skenografi të mrekullueshme. Vëllezërit Laço dhe Adi Hila ju ftojnë në një spektakël, super spektakël Made in Klan, ashtu siç i bën dhe televizioni Klan dhe Klan HD tashmë. Teknologjia më e fundit dhe artistët më të mirë do të jenë nesër në mbrëmje për të çelur siparin e një spektakli të jashtëzakonshëm dhe që do të na mbërthejë çdo të shtunë në mbrëmje. Për sa i përket të ftuarve, sepse shikoj dhe kam dëgjuar që ka kërkesa shumë nga njerëzit për ta ndjekur këtë spektakël live në studio, për të qenë pjesë e publikut. Ata mund të vinë të kërkojnë gjatë gjithë javës, në fakt ne kemi nxjerrë edhe disa njoftime me titra në ekranin tonë që edhe sot kanë kaluar. Ekziston një numër telefoni 2347 805, numri zyrtar i televizionit Klan, ku ata mund të marrin telefon për të prenotuar vendin e tyre. Nuk është se do të jetë një spektakël pa pagesë, sepse dihet tashmë që të shohësh një spektakël të mirëfillt dhe bëhet fjalë është një teatër mirëfillt. Bëhet fjalë për një teatër i vetmi, jo vetëm në Shqipëri, por mund të themi edhe në Ballkan, që është aq komod dhe aq me teknologjinë më të fundit. Pa diskutim, kështu që ju ftojmë. Për këtë javë biletat kanë mbaruar, por gjithsesi për javët e tjera të prenotoni për javën në vazhdim, sepse do të vazhdoj për shumë javë. Pra edhe një herë nesër në 20:30 100 vjet muzikë. Bert, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi që të pata këtu. Të dashur miq, faleminderit edhe juve për vëmendjen tuaj. Unë ju uroj fundjavë të mbar. Mos harroni edhe një herë nesër mbrëmje takimi shumë special në televizionin Klan me këtë super spektakël. Ne së bashku do takohemi ditën e hënë. Kalofshi bukur.